Arrestimi i Ilir Kupës është një medalje në gjoksin e policisë shtetit shqiptar, policisë Tiranës, forcave të ndërhyrjes shpejt, Renea, gjithë ne pra. Kemi hetuar edhe çështje të cilat kanë qenë goxha sensitive në Shqipëri. Hetimet vazhdojnë lidhur edhe me grabitje me armë që unë besoj me arrestimin e Kupës do na çojnë në rrugë të mbar. Hetimet kanë nisur spari për shkak të aratisjes tij në Greqi, pastaj dhe për ngjarjet që kanë ndodhur në Tiranë. 3 ditët e fundit janë intensifikuar goxha dhe rezultatet erdhën. Policia e shtetit është në këmbë dhe shumë shpejt rezultatet do flasin akoma më fort se sa zëri gjithë atyre që çirren sot, duke majisur panik tek qytetarët. Për te shkëmbimit të informacionit, edhe hetimet lidhur me atë që kanë ndodhur në Tiranë, grabitet e fundit me armë, na çuan në drejtim të mbar. Ne jemi shumë të vendosur për të luftuar krimin në çdo skut. Siç jemi shumë të vendosur që edhe ndaj atyre që e nxisin apo e provokojnë, të bëjmë atë që duhet.